ka ndryshu, krenar këto, je kanë ma e lirë, ki pas një energji ma ndryshe, e ke kuptu që bota është kitë ndryshe. Po. Po mami jeme ka pas shumë zërë për shkak që 7 fëmijë. Edhe mi marti 7 fëmijë pi zeros, kanë diçka jo normale. Do me thonë, se cili fëmijë ka pas atë adolescentin e vetë që bullizimin se cili e kena përjetu. Jo fëmija e rabëve, jo... do fjallë ma të keqe. Po. Do me thonë, nana jam ka luftu shumë për neve, por mos me ardhe dhe me një pikë me shkuru rëthëshia, ose me pi diçka që s'ban, ose mi shku një fëmijë dëmë. Pra, po paka shumë po i bjen që ka kalu në përgëgja sfida, përveç sfidave të veta, ndoshta që i ka pas një që e përmende edhe ti, edhe për shtatin edhe gjithë shka tjetër, një të kohë ka pas edhe këta që mi u për shtat juve me një ambient të ri, edhe me shkollë edhe me gjithë shka që e përmende. Na zakonisht këtë femrat jena ma të forta se meshkujt edhe përballojnë ma shumë sfida. Që deklarat kime pas këgjale agime. Kështu që ka përjetu mami jam, unë apet po thëmë inshallah i goja asaj në jetën e ardhshme, pavarësisht se që pret jeta nuk e di unë. Po ka përjetu goxha edhe ndoshta prej krejt qëtëmve stresit, jetës, probleme që i ka pas, ajo përfundoj me një smuj shumë tranë. Edhe me që ato liftoj balë dirara, 5 vjetë, ka nejtë, si mos me ndodhë kur gjo, si mos me pas kur gjo heq. Kështu që po, unë jam falenderuese që kom pas një nanë shëmbullore, një nanë të fort, një nanë që na ka shkollu, edhe që ku jena sot. Kështu që une më i mja u dha një mesazh krejtve që mos më dorëzu kur. A i pate 7, a i pate 10, Zoti gjithmonë ka me ta qeli një rrugë, nëse më shelit një rrugë tjetër. Kështu që me shiju jetën edhe qas na duhet një. Qka duhet tash për mishin, a? Po, një tepsi, jo i thëni fortere. Fortere. Su thash mos për një, po ma lip një tepsi qa. Jo, fortere. Thashme nuk jam mirë me këto farë. Heq mos sanin. Për që to, unë të ndimaj. O kry. Për me gatu. E marim edhe vojnë, edhe e bojna me përgjit mishin. Mund është edhe me misht bardh, mund është me kaqika, mund është me misht koq, s'ka problem. Varët se qëfar shije dënë ti. Se mishin e kemi mbulu, është gati. Shtë që... Cili është ushqimi ma i mirë që ndoshta e ka bo mami, që e ki kështu në mendje, që e ki pas preferu? Se për tonin, po thu, del mas mirë të me përgadit këta. Na i thojna dawali, janë ato... Din ato të rushit, që janë, që shi thënë jo? Si sarma. Sarma. Ama na i kena sarma të shumë ma ndryshit, si kena ma të holla. Edhe na i thojme edhe një shajë. Edhe një shajë bibjen edhe e në përshembul i men vesh. E morim brumin, është pak si zërë me bo se duhet shumë pun, e shtrim brumin, e merë mishin e blum, e përgjit e ban me ato me 20 veta, kur të shtrin brumin, i donë përshembul pjesë, edhe e ban si loj veshi, e mush ato me mish, është si loj mantije, po e jonja bëhet me jogurt. Dhe me thonë, e zin jogurtin, edhe ato i vendos jogurt.